Redian, po flasim për Loredanën, prap Loredana shpërtheu në rrjetet sociale. Pa diskutim, si që ti e përmënde, këtë herë unë do të flasë edhe, le të themi, lidhë me një misi të ngushtë që kam me të dhe si që kam përmendur në një video që kam bërë, fatkeqësisht Loredana bie pre e të njëjtës situate si që ishte me djaloshi në përputhen që u aludua që mund kishte një lidhje që nuk ishte e vërtet, e tani më një fans që fatkeqësisht ftohet në një medium kombëtar dhe le të themi lë pyetje për një puthje që u bë virale të një videoje që ka marrë dhe në portaleve dhe unë të gjithë atë revoltën, sa mu ta quaj revolt për Loredanën, është se e kam njohur personalisht dhe e di se çfarë njeriu është dhe kjo gjë e ka prishur, le të themi, duke krijuar një imazh të gabuar, duke e vënë në korniza Loredanën si një femër të lehtë që nuk është edhe në reagimet që ka pasur në rrjetet sociale pikërisht për këtë flet që po tentojnë që t'i ulin imazhin duke e shfaqur si një femër që po ndron, le të themi, dhe po le të themi ka një lloj flirti me persona se sa i takon dhe kjo gjë e ka dëmtuar dhe unë i di situatat e ka dëmtuar në raportin e saj private, kjo gjë nuk është e mirë. Jemi dakord që janë imazhe publike, por jo që të shkohet në këtë lloj niveli që të marrësh dikën nga rruga që u prezantua si një fans që e donte shumë Loredanën, e të vënte pyetje për një puthje duke lënë, le të themi, hapësirë për të keq interpretuar dhe vim në situatën që Loredana her pas here bëhet pjesë e portaleve duke u shfaqur si një femër që puthet me dikë, kapet me dikë, e kjo gjë nuk është e hishme, pasi vetë ajo e tregoi që në këtë mënyrë po i prishet imazhi dhe besoj që herën tjetër nëse do të tentohet sërish Loredana, besoj që do të shkojë në derën e gjykatës, aty ku meriton gjithë secili që, le të themi, ka një lloj narrative të keqe për hir të klikimeve, se është bërë shumë e bajat me kjo gjë, të gjithë e dim dhe kemi atë presionin për të marrë klikime, por jo që të dëmtohet edhe të... Po Redian, po pse mendon që një çështje e tillë ndaj Loredanës, mendon që po bëhet qëllimshëm? Sepse Loredana ka treguar që është një personazh që është pranë njerëzve, që nuk ka komplekse, përqafohet me të gjithë, e ka të apo exagerohet nga Loredana, Redian, duke pas parasysh që për figurat publike gjithmonë është flitet faktikisht, secili edhe veprimi më i vogël i mundshëm bëhet lajm. Unë veç që kisha thonë Loredanës, më fal Redian, mirë se vjen në showbizin shqiptar, për shkak që nështë nuk është mësuar me qenë target i mediave roz, për shkak që Loredana që një kohë të gjatë për i daljes nga Big Brotheri është target i mediave roz, fillimisht me lidhjen që e pati brenda me banorin tjetër, më pas për një lidhje të mundshme me reperin Don Gjoni, e më pas edhe disa këto lajmet e fundit edhe shpërthimi i sajna që ndodhi. Kjo është veç pjesë e showbizit shqiptar. Tash në momentin që ka pas edhe Loredana të tjera viteve të kalume në showbizin ton, edhe që janë targetu ndoshta edhe në mënyrën ma trontë të mundshme. Mujna me thonë edhe mujna me përmend ndoshta si rast të ngjajshëm, i cili ka kalu ndoshta pa një shpërthem të Bora Zemanit, pa qenë pjesë e Big Brotherit, ka qenë Beatrix Ramos, ai që është kryqëzu publikisht që për lidhjen edhe për dashnin. Mendon që Loredana nuk po di të menaxhojë apo po i egzageron? Menaj që edhe nuk din me i menaxhu, nga mos menaxhimi i miri këtyne gjanave, edhe i egzageron pak. Sepse nuk është që ka diçka për me egzageru. Mund të jetë egzagerim me qëllimshëm? Mund të ndodhë, se ta që nga mësu me këta figurat e showbizit që ka gjapo i egzagerojnë gjanat edhe pak unë qashtu se qysh janë. Po Loredana menaj që hala nuk është mësu me fryme në showbizit shqiptarë dhe me media trozë dhe me lajme që mujnë me i bo media trozë në emrin tëndë. Tash Loredana është një emën që po sjell clickbait, po sjell klikime, kështu që jënë të shfrytzu në mënyrën ma të mirë të mundshme krejt media trozë.